Bekimin e mori nga njeriu që ka shkatruar kundërshtarët në ring. Ardian Krasniqi do të ketë një detyrë tjetër për të arritur majat e boksit botror e aty po i jep këshilla edhe xhaxhai i tij Luan Krasniqi. Xhaxhai im Luani gjithmonë është në mbështetje temën, kështu që shpesh flasim nërmes veti dhe me jep këshilla shumë të mira. Ai ka përjetu gjitha gjërat që i kam unë, jom që tash aktualisht të i bërë, dhe kështu që i kena një plan shumë të mirë dhe shpresoj që do t'ja dalim. Ardiani për ta mbrojtur titullin WBO Intercontinental nga afër po i qëndron edhe babai i cili një herësh është edhe trajner. Ai thotë se është analizuar kundërshtari i Ardianit teksa tregon objektivin që kanë. Kemi pa disa ndeshje të kundërshtarit, është një kundërshtar që ka përvojë shumë të madhe, ka shumë meqe, është një kundërshtar që ka një teknik shumë të përsosur dhe neve na duhen njerëz që kanë teknik që të shkojmë synimi janë drejt kampionatit botëror. Ardiani tregoi se pret përkraje të mëdha nga shqiptarët kur të ngjitet në ring në Stuttgart. Përkraja nga tifozat shqiptarë është për mua gjithçka, domethënë unë jam prej atij vendit, jetoj ashtu, jam shumë krenar që jam shqiptar dhe kështu që gjithë njerëz që vinë, gjithë shqiptarë, gjithë tifozat shqiptarë që vinë aty në arenë, gjithë t'ju premtoj një Ardian shumë të fortë. Ardian Krasniqi nga 10 meqet e zhvilluara deri më tani ka të fituara të gjitha me knockout. Me 26 prill Krasniqi do të ndeshet me Diego Ramirez. Meqin mund ta ndesni ekskluzivisht në Klan Kosova.